Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, në emisionin e sotëm do të flasim për gjurmët që i lënë kulinarin shqiptare, restoranti Tradita Temeri. Për më shumë, do të ndjekim intervistën ekskluzive që dha për emisionin ton zoti Ymer Bixhi, themeluesi i restorantit Tradita Temeri. Zoti Ymer Bixhi, faleminderit që pranoi ftesën e emisionit Gjurmët dhe mirë se u gjetëm në restorantin më të ri të quajtur Tradita Temeri. Faleminderit. Zoti Ymer, përpara se të kalojmë në pyetje nga aktualiteti me kulinarin që ju e aplikoni dhe ushtroni në profesionin tuaj qysh prej fillimit të pluralizmit në Shqipëri, do të kalojmë në vitet e monizmit ku ju keni të njëjtën background, të njëjtën eksperiencë, pra keni punuar në atë kohë në sektorin e ushqimit social. Si nisi puna në sektorin e ushqimit social dhe shkollimi juaj? Tash me mbarimin e shkollës fillore 8 vjeçare, kishim dëshirë të merreshim në një profesion. Dhe profesioni lindi që për kuzhinën. Pra keni bërë shkollën e mesme? Po, shkollën 2 vjeçare. Po, 2 vjeçare. Me mbarimin e shkollës 2 vjeçare, filluam punë në ndërmarrjen tregtare ushqimi social Tiranë, tek restorant Donika, që ndodhe në bulevardin Zogu i Parë, pranë Cirkut Tiranës. Pra ishte puna parë që ju filluan në kohën e monizmit. Po, ishin hapat e parë. Për çfarë viti bëhet fjalë, zoti Ymer? Bëhet fjalë në fillim të vitit 74. 74. Po. Dhe ju filluat punë si ndihmës fillimisht apo? Si ndihmës. Aty punova një 4 apo 5 vjet. Pastaj ikëm në ushtri, bëm ushtrin, u kthyem prapë në të njëjtën ndërmarrje. Po ke restorant Donika? Jo, tashin tek restorant Durrësi. Ke restorant Durrësi te Unaza, po? Po, aty kam punuar rreth 12 vjet dhe një 6 vjet kam qenë shef i kuzhinës. Domethënë drejtoja të gjithë restorantin. Po, çfarë viti u emëruat shef i kuzhinës? Në vitin 86 deri në vitin 92, kur u mbyll aktiviteti i ndërmarrjes. Pra, kur u prish sistemi monist i centralizuar, ju ishit shef kuzhine në restorant Durrësi. Restorant Durrësi. Po, zoti Ymer, shkujtoni nga vitet e eksperiencës tuaj shumë vjeçare si punonjës i ushqimit social, pra e keni mbyllur në restorant Durrësi si shef kuzhine. Vështirësi apo dhe kënaqësi që t'jepte puna, profesioni? Puna ka vështirësitë e veta, por rrymë dhe shumë kënaqësi. Puna ka qenë shumë e organizuar. Ishte ndarë. Kuzhinat ka qenë shumë të mëdhaja me sektoret lavapjata, perimet, mishi, ka qenë shumë të mëdhaja dhe shumë të mira në atë kohë. Por flasim për ato kushte. Pastaj mjetet e punës kanë qenë vështira, shumë punoje me qymyre, me këto gjëra dhe këto ishin vështira. Pra baza materiale teknike lëndë për të dëshiruar pak a shumë. Po për sa i përket lëndës parë. Dim që në atë kohë ishte bio, apo jo? Bio kanë qenë. Nuk ishte Nuk një bio, çdo gjë, mishi, mere, hape, siç e merreshe tek furnizimi, përpunoj në lokal, jo si tash për shembull që shko ke kasapi dhe merr biftekun, rosën, atëherë ishte përpunojse çdo gjë përpunoj në lokal. Zoti Ymer, kemi kaluar në kohën kur Shqipëria e ndron sistemin e saj politik, ekonomik, nga centralizimi, nga sistemi komunist, erdhëm në sistemin pluralist. Juve u gjeti, më thatë, në restorant Durrësi si shefi kuzhinës. Pra atëherë të gjithë institucionet shtetërore u mbyllën, punëtorët kaluan të papunë dhe si u kristalizuan mendjen tuaj që ju të vazhdoni të punoni në sektorin e shërbimit social. Shumë e vërtet, ka qenë periudha më e vështirë e ndryshimit sistemeve, të kalojshim nga shtet në privat. Po, sepse nuk ishim mësuar me të sistem. Ja, edhe më lindi ideja me një shokun tim shumë ngushtë, Fato Sallakun, të ngrinim një restorant tek Parku Rinia. Te Parku Rinia fillimisht? Po, aty, tek Parku Rinia. Kemi ndonjë restoranti ka punuar aty rreth 7 vjet deri kur u prishën këto era plani. Dhe kishte një emër, si e kishte titulluar restoranti? Emri i restorantit ishte John Belushi, një aktor i famshëm me origjinë shqiptare. Me origjinë shqiptare. Ideja e emrit të restorantit na i lindi artistit popullit Skënder Sallaku, kishte nostalgji. Ishte dhe klienti juaj, apo? Jo, ishte babai i ortakut tim. Babai i ortakut, po. Po, Skënder Sallaku. Dhe kështu unë e punoj një rreth 7 vjet, ku na erdhi
na vizitoi në restorantin tonë dhe aktori Hollywoodit James Belushi. Dhe erdhi disa herë tjera. Po, pastaj mbasi erdhi periudha që u shëmbën këto ndërtime. Ato, pastaj u sistemuan këtu në Pazarin e Ri. Tek Pallati Peskaç. Po, këtu në qendër Pazarit të Ri. Dhe këtu po punoj vazhdim kemi aktivitetin për rreth 23 vjetësh. 23 vjetësh. Po, në të njëjtin vend, në të njëjtin restoran. Pra. Edhe këtu fillimi ka qenë shumë i vështirë, kushtet jo të mira, pazari, rrëmuja, por në vitet 2015, një fondacion për zhvillimin amerikan hyri dhe e bëri Pazarin e Ri. Rehabilitoi pra. Po, ky që është sot që është në kushte ideale. Po, ku vizitohet nga shumë turist dhe që i ka dhënë shumë frymëmarrje bizneseve ky lloj turizmi. Po. Zoti Ymer, ju jeni fokusuar në restorantin tuaj, në këtë restorant të parë, por edhe në këtë restorant të dytë ku ndodhemi bashkë ne, edhe titullin e restorantit keni Traditat e Meri, pra në ushqimet, në gatimet tradicionale, keni dhe lugën, apo jo? Pse pikërisht ngelet në këto gatime? Po kjo është tradita shqiptare, tradita e Tiranës, e Shqipërisë mesme, dhe ne këtë jemi munduar të mbajmë. Edhe turisti që vjen këto kërkon. Edhe turistat që vinë nuk duan gjëra tjera, duan traditën. Këto dhe ne na përqendruam ke këto. Ke tave dheut, fërgesa tirane, tavë kosi, specat mbushur, patlıgjane, burani. Në mëngjes keni dhe paçe? Po. Ne ecëm me paçe, tasqepa, pilapto, tradicionalet shqiptare. Zoti Ymer, ju sot e kësaj dite jeni administratori, pronari, por ju shohim që juve përsëri nuk ju rinduar, asistoni vetë në kuzhinë, apo jo, dhe sot e kësaj dite edhe shërbeni vetë tek restoranti i parë? Sigurisht, domethënë kur punon vetë edhe punëtori është më shumë i motivuar që të punojë. Kur punon pronari, ai shef që jep shembullin e vet. Është edhe ai është më i motivuar dhe kështu që ne jena mësuar tash me të lloj ritmi pune dhe nuk e shkëpusim dot. Po, si ju ka ndihmuar dhe eksperienca e gjatë që keni pasur në vitet e monizmit? Po kjo na ndihmon shumë, provoja e gjatë që kemi, neve na ndihmon në punën e përditshme. A mund të themi që kjo sipërmarrje, përveç se ju keni të punësuar, në bazë sipërmarrja juaj, restoranti i parë, por edhe ky i dytë, ka në bazë familjen? Pra, punësuar është familja, pastaj edhe të tjerë? Po. Ka në bazë është familja, por kemi edhe të punësuar dhe me zgjerimin, me shtimin e punës, kemi edhe më shumë punëtorë. Po. Të flasim tani për investimin që keni bërë restorantin e dytë, Traditat e Meri, që ndodhemi aktualisht bashkë përsëri shumë pranë restorantit të parë. Po, është vërtet. Kur zuri fill ky restoranti, sa kohë ju desh që të punonit dhe frekuentuesit besoj kam parë shumë net që kaloj, unë kam shpinë pak më sipër, janë turistët, apo? Sigurisht. Puna vetë, koha të detyron nëse ke dëshirë që ta zgjerosh aktivitetin. Edhe duke pasur punë ke lokali Traditat e Meri, e menduam të hapshim edhe një restorant tjetër, më të madh, më tradicional, edhe e vendosëm të hapim. Kur startoi? Kjo ka startuar në fillim të vitit 2026, në janar. Dhe ne jemi të kënaqur për këto muaj që është hapur me frekuentimin e turistave dhe sa vjen edhe shtohet. Po, krahasur ambientet brendshme, një nga këto salla ndodhemi ne së bashku, keni dhe oborin, apo? Lulishtën, po. Lulishtja? Lulishtja, po, edhe Lulishtja është shumë e mirë, ka hapësirë goxha, edhe njerëzit janë të kënaqur. Po, turistët janë të parët klientë që ju frekuentojnë, apo? Ato janë më së shumti. Dhe ajo eksperienca juaj si ka shërbyer atyre dhe kanë lënë shënimet e tyre për cilësinë tuaj? Kjo na motivon dhe na man sepse këto lënë dhe shënime review në për Google, në për këto aplikacionet, ku ndërta kanë frekuentuar dhe gazetar britanik, një ndërto është Laura Miller, ka shkojt dhe në televizionin që është ushqyer tek ju te restoranti i parë. Po, dhe ka ngelur shumë të kënaqur. Ndërto kanë ardhur grupet
një nga këto është muzikanti gjerman Adam Por, Po. ka një muzik dhe figura sporti vinë shumë. Po. Ymer, me që jemi në restorantin e ri të sapo përuruar, ju thatë përurimi i saj është bërë në janar të këtij viti, 2026. Sa është kapaciteti i këtij restoranti dhe a jeni në gjendje me kuzhinën, me stafin që keni që nëse do ulen të gjithë klientët me njëherë do i shërbehet me njëherë këtyre? Jeni në gjendje të kapacitetin si të stafit, si të ushqimit? Çdo gjë është e garantuar, janë marrë parasysh pajisjet që kemi neve në kuzhinë me tavolinat që janë këtu, domethënë e përmbushin gjithë kapacitetin. Këtu mund të rrinë njëkohësisht më në sallë dhe në Lulishte? Në Lulishte rreth 140 vet. 140 vet. Po. Dhe ju keni kapacitete në darkë e shoh që mbushet plot? Po. Ju shërbeni të gjithë në kohën e caktuar, po? Po. Dhe stafi këtu, eksperjenca e tij që keni marrë? Kena marrë me staf me provoj pune. Po ka dhe të ri. Shoh që kryesisht në kuzhinë keni gra në moshë që kanë gatuar gjithë jetën edhe për shtëpitë e tyre, apo? Ashtu është shumë e vërtet. Gra që e kanë me pasion kuzhinën, kanë përvojt gjatë pune dhe punojnë shumë mirë. Ndërsa, shumë të kënaqur. po, ju Ymer aktualisht punoni në restorantin numër 1, tek Pazari, ke restoranti Mëm, ti themi kështu. Ashtu është. Edhe menaxhoni dhe punoni vetë dhe shërbeni, ndërsa këtu keni lënë dhëndrin tuaj, apo Albi? Dhëndrin me gocën. Me gocën, po? Ato e drejtojnë këtë biznes këtu, edhe Albi ka dëshirë, i ka hyrë pasioni, fillim kishte i çika ato vështirësitë e veta, por tash familiarizuar me profesionin. Ja ka marrë dorën dhe punon mirë. Ymer, në vazhdim të intervistës me ty, do të na jepni mundësi të kemi dhe intervistë shkurtër me Albin, që menaxhon këtë restorant, apo? Po sigurisht. Dhe së fundi, keni një mesazh për të përçuar për teleshikuesit e emisionit Gjurmët? Mendoj që është një emision shumë i vlefshëm për ato që e shikojnë, që mendojnë si mund të hynë këtij lloj biznesi. Mendoj që është diçka shumë e mirë, pozitive. Po, dhe një thirrje për klientelën, qoftë kombëtare, shqiptare, qoftë ndërkombëtare, pse duhet i drejtohet restoranteve Tradita Temeri? Në përgjithësi, gjithë restorantet shqiptare gatojnë me cilësi shumë të lartë se sa restorantet ku ne kemi ngrënë dhe jashtë shtetit kemi shku gjithë ne, por ushqimi vendas jonë është më lartë se ushqimi. Keni fjalën të receta e gatimit, apo? Po, ke recetat. Kuzhina jonë është orienti. Më thonë nga Turqia, Greqia, më thonë kjo është baza e kuzhinës shqiptare. Përdorim edhe erzat? Po, sigurisht. Më thonë. Edhe këto tuj, vetëm tradicionalet shqiptare që i pëlqejnë jashtë mase. Po. Zotë Ymer, të falenderoj për këtë intervistë që dhe për emisionin Gjurmë, në vazhdim të jemi me dhëndrin tuaj me Albin. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Albin, mirë se u gjetëm në ambientet e reja të restoranti Tradita Temeri, por këtij restoranti të ri është shtuar dhe fjala Garden. Patjetër, ky restorant është nisur si pasojë e shtimit turistave dhe sigurisht nga restoranti numër 1 kemi mundu të hapim një të dytë, akoma më të madh për të përballuar gjithë fluksin e punës. Po, edhe ky restorant nga vendodhja është fare pranë restorantit të parë, apo? Është shumë afër, rreth 100-150 metra nga restoranti i parë. Po, në zonën e Pazarit të Ri. Në zonën e Pazarit të Ri. Po, Albi, si nisi investimi për këtë restorant të ri, arredimi që u bë nga ana juaj? Na është dash rreth 3 muaj për ta rregulluar, për ta sistemuar, për të marrë këtë formë që ka sot. Po, aktualisht ky restorant i ri, Tradita Temeri Garden, sa tavolina, sa karrike ka? Ky ka në brendësi të ambientit ka rreth 18 tavolina, ndërsa jashtë ka 12 tavolina. Keni fjalë për Lulishten. Për Lulishten, pjesën e gardenit, siç është. Dhe piku i punës, kur fillon pikërisht në këtë restorant? Piku i punës zakonisht fillon në drek. Në drek, pra, po. Turistët e huaj e fillojnë drekën pak herët, jo si ne që e fillojmë mas orës 2. Turistët e fillojnë drekën që nga ora 12. Dhe normalisht deri në orën 4 është ai piku i madh fluksi punës i drekës, pastaj fillon nga ora 7 deri
Varion pastaj 11, 10 e darkës. Mund të themi që orët e mbrëmjes frekuentohet më shumë restoranti juaj nga Në orët e turistët? mbrëmjes është e vërtet që frekuentohet pak më shumë, ka një shtim të frekuencës të njerëzve që na vinë. Mund të themi me plot gojën që klientët më së shumti tek ju që frekuentojnë janë turistët e huaj, apo? Turistët e huaj, kryesisht turistët e huaj zën pjesën më të madhe, po themi rreth 80% të klientëve po i quaj ose të mysafirëve tonë janë turistë e huaj që na vinë nga e gjithë bota. Nga për shembull, nga shtetet më të largëta ose nga shtetet më të largëta na kanë ardhur dhe nga Ruanda, nga Mozambiku, nga Kongo. E pastaj normalisht nga Europa perëndimore, Franca, Italia, Gjermania që janë normalisht më të shumt. Po, të flasim pak për infrastrukturën e restorantit, shoh që kuzhina juaj specifikisht është me një hapësirë të konsiderueshme, por mua më bën përshtypje xhami, pra duket nga këtu klienti shikon çfarë po gatuhet, pastërtinë, gjithçka. Kjo ka pra qenë transparencë. Patjetër. Kjo ka qenë, si thosh, moto jon që në fillim, që tregoj të kemi transparencë. Sigurisht edhe në para përgatitjen e ushqimeve, klientit arrit shikoj të gjithë procesin e përgatitjes ushqimit nga fillimi deri në fund. Po. Sigurisht pjesën tradicionale shqiptare që besoj është më kryesorja. Ajo vazhdon të serviret për klientët dhe këtu në restorantin e ri, apo jo? Kuzhina tradicionale. Kuzhina tradicionale. Çfarë mund të përmendim këtu? Po mund të përmendim tavën e dheut tironse, fërgesën tironse. Mund përmendim tavën e Kosit, tavën e Elbasanit, me mish qingji, e tjera si këto. Po. Specifike për këtë restorant të ri Albi janë dhe veshja, pra arredimi i këtij restoranti, ka qenë ideja juaj, shoh qilima karakteristik, shoh të mur prej guri, shoh këto harqe. Kjo ka qenë ideja jonë që nga fillimi për të krijuar diçka autentike, shqiptare. Të gjitha këto janë handmade, këto janë gur zalli të mbledhura në lum, janë vendosur këtu pikërisht për tregu këtë gjë, traditën shqiptare, edhe qilimat e vjetër që vendoset në shtëpitë e vjetra me motive shqiptare. Gjithashtu motive shqiptare janë dhe në jelekun që ju keni veshur, pra i shërbet klientit me këtë jelek, me këtë veshje. Patjetër. Që ai të shohë dhe veshjen tonë popullore. Që të kuptoj pak më shumë nga tradita shqiptare dhe normalisht edhe ato që vinë të huajt janë kurioz dhe pyesin çfarë kuptimi ka kjo xhublet dhe ne japim një shpjegim të vogël në lidhje me xhubletën, me traditën tonë. Po. Albi, dhe së fundi një mesazh, pse duhet i drejtohen klientët, kryesisht turistët, restorantit tuaj? Sepse restoranti jon ofron atë ngrohtësi siç e shikoni në ambient, cilësia e gatimit është maksimale, produktet që përdoren janë autentike shqiptare, të gjitha të freskëta, gatohen direkt në moment. Çdo gjë është transparente. Çdo gjë është transparente dhe tradicionale shqiptare autentike. Po, dhe së fundi, na flisni pak dhe për veten tuaj, ju jeni menaxheri i restorantit të ri apo? Unë jam menaxheri i këtij restoranti të ri, sigurisht menaxhoj dhe restorantin dhe atë të parin edhe këtë. Cila është puna ime e përditshme, kur e nis, kur e mbaron? Puna ime e përditshme është që me mëngjes fillojnë me marrjen e artikujve të furnizimeve që duhen për kuzhinën. Bën porosi, pret porosi. Bëj porosi, pres porosi, vazhdoj me çfarë nevojash ka kuzhina për në lidhje me nxjerrjen e pjatave në mënyrë të rregullt. Pastaj vjen pjesa e fluksit drekës, sigurisht ndihmohet e gjithë pjesa e sallës këtu në lidhje me çdo gjë, çdo kërkesë të klientit. Po me rezervimet përsëri ju merreni, me rezervimet tavolinave nga klientët? Merret dikush tjetër që është gjatë gjithë kohës i angazhuar me këtë pjesë, merret me pjesën e marketingut, me pjesën e rezervimeve. Edhe kjo është pjesa e organizimit. Po me publicitetin në rrjetet sociale, Albi. Si keni vendosur marrëdhënien sidomos me klientët e huaj turistë? Ne bëjmë pak publicitet me rrjetet sociale, me thënë drejtën nuk është se kemi një publicitet shumë të madh, por ama kemi një farë publiciteti, kemi një ekip tonin që merret posaçërisht me rrjetet sociale, me bërjen e fotove, të videove gjatë gjithë kohës të pjesës së restorantit. A keni dhe rezervime nga turistë europianë ose botror që do të vinë filan ditë për të drekuar, për të darkuar? Kemi gjatë gjithë kohës rezervime që na vinë nga turistë të huaj.
Sigurisht nëpërmjet aplikacioneve që janë pak moderne të ditës sotme, ato mjaft kërkojnë në Google emrin ton, Tradita Temeri Garden, dhe direkt kanë opsionin aty për të bërë një rezervim për sa persona, në çfarë date, në çfarë ore, kryesisht çfarë gatimesh kërkojnë. Dhe kjo është pjesa e rezervimeve që Dhe së fundi, Albi, si kanë qenë përshtypjet në booking të turistëve tuaj që kanë frekuentuar këto 6 muaj të parë të vitit 2026 restorantin e ri? Deri tani jemi të kënaqur, pasi nuk kemi më shumë se 6 muaj që e kemi hapur, e kemi qelë paktën këtë restorantin e ri. Te restoranti vjetër kemi pafund reviews në Google, të panumërta. Sigurisht ca klientë janë shumë të kënaqur, pjesa më e madhe janë shumë të kënaqur. Por deri tani te ky restorant i ri jemi shumë të kënaqur, kemi rreth 300 reviews për këto kohë. Po, për këto pak kohë. Rati është goxha i lartë, deri tani e kemi 4.9 rating nga reviews që na kanë ardhur nga turistët e huaj. Shpresojmë të shkojmë te 5 on top. Albi, falenderoj për këtë intervistë të sinqertë dhe për emisionin Gjurmët dhe ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Këtu i ka ardhur fundi emisionit Gjurmët për ditën e sotme. Ju kujtojmë se ishim në një ditë pune në 2 restorantet e quajtura Tradita Temeri në pazarin e ri në kryeqytet. Për të gjithë ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisione të tjera.